Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë për mockups. Çka janë mockups, si përdorim mockups, ku I shkarkojmë mockups e tjera. Për shembull, në këtë rast I kam këtu një dizajn vizit kartele se cili është dizajnin të dy anë. Do të thonë oknena pjesa përpara dhe pjesa mbrapa. Po kjo është dizajni që është I bëm me Photoshop. Për këtë rast, na për me ja dërgu klientit me aprovu, nëse ja dërgojmë kështu, janë gjasat pak më të vogla me aprovu. Për arsye se klienti nuk mundet me imagjinu se si mund me ju dok vizit kartela në realitet. Kështu që për këtë rast janë mockups. Mockups janë fotografi apo dizajne që na mundsojnë dizajnin ton me paraqit në mënyrë reale, do të thonë si mënyrë reale. Në këtë rast, na nuk kemi nevojë me bëj shpenzime, me printu një vizit kartelë për me pa çish kam ju duk klientit, por në këtë rast e përdorim një mockup I cili e paraqet si ka më duk ajo vizit kartelë. Edhe para mendon nëse e kishim dërguar klientit me mockup, I duket më reale, më e bukur edhe ka mundësi që e aprovon më shpejt. Okej. Në këtë rast këtu e kam dizajnin. Pasi ta bëni dizajnin, ju këtë e runi si file Photoshop për arsye se nëse lëm ndryshime klienti apo diçka ju dëni me pas gati. Por për përdor mockup do të më rujt fotografi. Në këtë rast po shkoj pe eksportoj. Këtu ju mundi me pas shkruajtjen Alt Shift TLS edhe hapat. Bez zgjedhje JPEG 100%. Save peruj do të thonë stop. Tash pe heki këto se tash PSD nuk më vjen. Edhe këtë me eksportoj njësoj. Këto. Jejt me bëjnë 100% kualitetin. Save, peruj në desktop. Tani, këtu e kam fotografien. Edhe këto. Okej. Kjo është një vefaqe. Ka dhe vefaqe tjera, mundi me gjetë resurse për dizajn, është vefaqja e cila ka mockups që mund me shkarku falas, edhe kjo njëra ndër faqeve që na ofron dhe me thonë mockups që mund me shkarku. Unë këtu kom kërku në search, kom kërku business cards, që ka vizit kartela të ndryshme, dhe tani mundi me pa qysh për afërsisht për përdori. Okej, pe hapi këtë, po provoj me marr edhe këtë. Okej. Pasi të hapët kjo, këtu zakonisht dalin fotografi paraqesin që shën mockupat, këtu një përshkrim, edhe zakonisht mockupi është fajli .psd, do të thonë që ku po thotë lloji I fajlit është psd, këtu mallësia, edhe klikomi download. Edhe pastaj e kemi mundësinë këtu me bë download, do të thonë me shkarku, klikoj këtu, edhe hapët kjo drejtarja, e ruaj save. Që të njëjtën kohë po e downloadoj edhe këtë tjetrën. Download këtu. Edhe kjo po downloadohet. Okej. Kjo para u shkarku. Po klikoj këtu. Shikoni, është fajli PSD. E hapi. Edhe çure tash për momentin nuk po shihet asgjë. Klikoj këtu. Shfaqja do të thonë ka qenë mbyllur me të syni këtu hide okon. Tash të klikoj këtë. 2 herë, hapat. Kjo të më thonë është rregulluar me Smart Object. Tash, po shkoj me drag and drop, po e marr edhe fotografin dizajnin që e kam bo. Që tash po e lëshoj këtu. Drag and drop, për shembull. Edhe po e rriti te një qash. Nëse ju duket që po deformohet pak, nuk ka lidhje se kur paraqitet mockup rën mirë. Këta po e kemi X. Edhe tash këto poshtë pe fshi se s'ka nevojë, do të thonë kjo është që ishte fillestare me mockup, këto pe fshi, delete, X, yes e bëj. Apo yes, shikoni se si zavencohet. Tash klikoj edhe këtu, po e zgjedhi, po e shikoj a është sakt. Kjo që edhe këtu shënon place at work here, do të thonë vendosje, po këtu më vendos, po e klikoj hapë dizajni, mund më marr këto drag and drop, mundem me vendosë direkt këtu, klikoj OK. Tash vetëm e ngrej pak qosha. Okej, këto pe klikoj poshtë pe fshi që mos më ngarku, sa e s'ta pegon kur gjo, po mos më ngarku fajli. X, yes, edhe shikon. Tash këtë rast, këtë du të më rujt, eksportomi njëjtë, edhe këtë verzion ja dërgomi klientit.
Tash, nashta nuk kam zgjedhur në mock-upin më të mirë, po ka mock-upa ndryshëm, varësisht prej karakterit dizajnit, nëse kena me bu flyer, gjohemi mock-upa për flyera. Okej, perujkën desktop, perujta si fotografi, peheki X, tash të hapi mock-upin e dytë, edhe këtë përshfaqe këtu, shikone që kjo pjesa e parë, unë që për marrë dizajnin, këtë fotografien që e kom, okej, për marrë to që balin, për vendosi këtu, drag and drop, me për rriti këto qoshet, për aprovoj, këto për fshi delete, X, yes, shikone se si zavansohat. Jetë po veproj edhe me këtë dytën, po selektoj, me thonë qëre kjo këtu është. Kjo do me thonë është të regullume me Smart Object. Na Smart Object i kena mësu videot para prake. Po e marrë drag and drop. Pëlqej këtu. Po e rritje fotografien. Deri që është. Okej, këtë e fshi poshtë. X, yes. Edhe shikone, që sa ma bukur është. Edhe klikoj e eksportoj. Okej, po merë pak kohë se dimenzionet e kësajna ishin më të muajet më kapit. Okej, save. Desktop. Shikoni këtu. Në më thonë, këta dërgomi klientit kështu, janë gjasat më të moja që mu bind klienti për me aprovu dizajnë.